Pakët janë ata njerëz që mund të duan, mund të të vlerësojnë kur ti nuk ke një status, je një njeri i thjesht ke sinqeritetin, zemrën e mirë. Një pyetje doja nga ju. Në rast se sot ju me Rama do bëni ministra, ndryshon statusi juaj, shoqëria do mendoj më shumë për ju se sa mendon ta? Unë njerë po të më kërkojnë për ministrë, ja plafi nuk vete ministrë. Ja mirë atje me lopë, me këto që ndodhën atje, jo s'vete unë ministrë. Po ta e firmon si këtu ti, do mendon më shumë shoqëria për ju në rast se ti me një status tjetër, ti je qytetar i thjeshtë. Po. Sa mendon për ty misia, të afërmit, kujtojnë? Mendoj që t'jem mirë. Po. Mos përke mas në gjipër, mendoj t'jem mirë. Por disa të vërteta të cilat janë të hidhura, po janë të vërteta, se sot vështirë se gjenë misin e mirë dhe të sinqert, dhe njerëzit nuk duhet i vlerësojmë nga statuset që ata kanë, se bie fjala ti je ministër, e duhet të vlerësojmë si ministër, dhe kur je qytetar i thjesht nuk duhet kujtojmë për ty dhe të vlerësojmë. Duhet të vlerësojmë dhe të duam njerëzit për zemrën, për mirësitë dhe për fjalën e mirë që njeriu mund të ketë.